Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sulmoi koncesionin e check-upit që sipas tij kushton shqiptarëve miliona dollar. Në të kundërt me koncesionin u premtoi pensionistëve analiza falas nëse opozita vjen në pushtet. Pensionistët do kenë të drejtë të analizave bazë. Falas çdo 6 muaj. Falas. Ju e dini, check-upi Rama-Nushi përjashton pensionistët. Kushton 60 milion euro ndajnë së bashku Edi Rama me Vilma Nushin. Madje, në programin për pensionistët, Kryedemokrati tha se parashikon dhe udhëtime falas jo vetëm në qytete. Pensionistët kërkojnë jo udhëtim falas, me gjysmë çmimi. Dhe unë këtë ju premtoj atyre udhëtim me gjysmë çmimi në të gjithë Shqipërinë. Është bërë pa imagjinueshme. Sot me vizera, po me këto linjat e lira, shkon me një çmim më të lirë Tiranë-Berlin se sa Tiranë-Vlorë me autobus. Berisha argumentoi se nga 8 miliardë euro që ka buxheti i shtetit, kryeministri Edi Rama ndan vetëm 16 milion për pensionistët, duke premtuar rritje të ndjeshme nga buxheti me një pension minimal 200 euro.